korporata shqiptare e investimeve. Është një realitet sot që flet qartësisht për epërsinë e kësaj qasje në raport me atë të mëparshmen që ishte e kushzuar nga koha dhe nga mekanizmat e dobët që ne e kishim në dispozicion. Korporata shqiptare e investimeve sot ka krijuar një portofol me një kapacitet mbi gjysmë miliard euro që do të shkojnë në interes të shtetit shqiptar, duke mos bërë asgjë tjetër përveç se pronat publike, duke i vënë në shërbim të zhvillimit për interesat edhe të shtetit. Jo më kudo dhe kurdo dhënie të pronës publike për hiq asgjë në emër të zhvillimit, diçka që është bërë në të shkuarën dhe është bërë me drejtë sepse s'ka pas mundësira tjera, se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është ishulli i Sazanit, sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar.